Pas një dimri të gjatë dhe të ftohtë, pranvera na sjell një shpërthim të gjallërisë dhe mundësisë për të shprehur me stilin ton të veçantë. Ky vit vjen krejt ndryshe në industrinë e modës, ku trendet më të fundit kanë një theks të veçantë në përdorimin e ngjyrave të reja dhe kombinimeve të guximshme, të cilat janë të përshtatshme për të krijuar një pamje të sofistikuar dhe elegante. Një nga trendet më të spikatura këtë sezon është dyzimi i ngjyrave, që shfaq një përzierje të natyrshme dhe të guximshme të nuancave. Hiri dhe e verdha, kafja e ajo e kaltërta, si dhe kafja dhe ulliri, janë disa nga kombinimet më të kërkuara, të cilat tërheqin vëmendje dhe krijojnë një kontrast të bukur dhe të rafinuar. Pantallonat kafe me një këmishë të kaltër. Ky është një kombinim klasik dhe i qetë. Pantallonat ngjyrë kafe janë të përshtatshme për ambiente formale ose të punës, ndërsa këmisha e kaltër mund të sjellë një freski dhe kontrast të bukur. Ky kombinim vlen edhe për ngjyrën kafe me ngjyrë ulliri. Po ashtu mund të përdorësh këpucë të kafës dhe një këmishë ngjyrë të kaltër të dritë për një look më të freskët dhe më të rastësishëm. Kjo veshje mund të jetë të përshtatshme për ditët pranverore. Mund të shtosh një çantë ngjyrë kafe dhe të kombinosh me aksesor ngjyrë ulliri, si ruaza, shall ose bijuteri që krijojnë një kontrast të bukur. Një pullover ngjyrë ulliri me një palë pantallona kafe dhe aksesori më i rëndësishëm, çanta ngjyrë kafe do të bëni diferencën në dukjen tuaj. Ky gërshëtim është tërheqës sa për syrin. Në të njëjtën kohë ka ndikim emocional në ata që i shohin. Derisa hiri dhe kafja sjellin një atmosferë të ngrohtë dhe të këndshme, ngjyrat e ndezura si e verdha dhe e kaltërta në anën tjetër i japin energji dhe freski jetës. E kur hiri me të verdhën kombinohen, krijojnë një pamje të përkryer e të sofistikuar, por gjithashtu të freskët dhe të gjallë. Ky kontrast i butë midis dy ngjyrave të kundërta është një shenjë e një ekuilibri të shkëlqyer që mund të përshtatet për çdo stil dhe ngjarje, duke nisur që nga rrobat e thjeshta e të përditshme deri tek ato më elegante. Ky trend është thjesht perfekt në çdo rast. Ndërsa ngjyra e kaltër me të verdhën e shkrir janë një kombinim jo i zakonshëm, por i paharuar. E kur jemi tek e verdha, ajo kombinohet edhe me ngjyrën hiri. Një bluzë ngjyrë të verdhë dhe një fund ngjyrë hiri do t'ju bëjnë të dalloni nga veshjet e zakonshme. Në këtë pranverë, moda gjithashtu ka bërë një hap të madh drejt eksperimentimit me ngjyrat dhe kombinimet që nuk janë vetëm estetike, por gjithashtu simbolizojnë një freski dhe risi e dorës së fundit. Në fund të ditës, moda është një formë shprehjeje dhe personifikimi që shkon përtej veshjes e artit, është kreativitet e pjesë e personalitetit.